Do të ecim me Beratin sepse socialistët shpresojnë që edhe me votat e emigrantëve të marrin 6 mandate, ndërsa Sarahila do të na informojë për procesin e numërimit aty. Sara, të përshëndes, a ka nisur procesi për numërimin e votave të kandidatëve? Po Doris, ka nisur procesi për numërimin e votës preferenciale këtu në KZZ 67 në Berat ku numërohen kutitë e para, ndërkohë që deri më tani është përmbyllur ky proces në bashkinë e Poliçanit dhe në atë të Skraparit ku kemi dhe rezultatet me 4815 vota. Hysen Buzali ka numrin më të madh të votave për sa i përket kandidatëve në listën e hapur të Partisë Socialiste, ndërkohë Fadil Nasufi 339 vota, Julian Zyla 284 dhe më pas Hatixhe Ekonomi me 209 vota. Sipas rezultateve të deri më tanishme, pa përfshirë diasporën, Partia Socialiste merr 5 mandate, ndërsa Partia Demokratike Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore 2 mandate. Kështu nga Partia Demokratike është Eno Bozdo dhe Zia Ismaili që shkojnë në kuvent për 4 vitet e ardhshme, ndërsa nga Partia Socialiste është Ervin Demo, ish kryebashkiaku i Beratit dhe Enriketa Jaho. Ndërkohë sa i përket 3 kandidatëve të tjerë që do të dalin nga lista e hapur, deri më tani është një garë pra midis Hysen Buzalit, Fadil Nasufit, Julian Zylas dhe deputetes Hatixhe Ekonomi. Faleminderit Sarahila.